qendrën e numërimit dhe rezultateve është duke vazhduar numërimi i fletë votimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat KSZ-ja ka marrë vendim që të rinumërohen. Nga fillimi i këtij procesi e martë 13 janar 2026, ora 18 dhe deri më tani e diel 18 janar, ora 13 janë rinumëruar 445 nga 914 vendvotime, të cilat u takojnë komunave Deçan, Gjakov, Gllokoc, Gjilan, Dragash, Istog, Kaçanik, Klin, Fush Kosov, Kamenic, Mitrovica Jugut, Leposavić, Lipjan, Novobërd, Obiliq, Rahovec, Pej, Podojev, Prishtinë dhe Prizren. Sipas të dhënave deri më tani, procesi i rinumërimit është përmbyllur në 19 komuna, ndërkohë edhe gjatë ditës së sotme është duke vijuar rinumërimi i vendvotimeve që i takojnë komunës së Prizrenit dhe më pas të tjera komuna. Sipas radhës, do të përfshihen në këtë proces në platformën e KSZ-s për rezultatet. Në hapësirën për rinumërimin do të paraqiten rezultatet pas rinumërimit në çdo vendvotim. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve është duke vazhduar numërimi i fletë votimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat KSZ-ja ka marrë vendimin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet pas rinumërimit të 99.78% të votave, ku janë evidentuar ndryshime në numrin e votave për disa kandidatë të subjekteve politike. Ndryshime në numrin e votave janë evidentuar edhe tek kandidatët për kryeministër nga lëvizja vetëvendosje PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja. Sipas të dhënave, zyrtare Albin Kurti nga lëvizja vetëvendosje ka siguruar gjithsej 56.338 vota, ndërsa nga rinumërimi është shënuar një ulje prej 141 votash krahasuar me rezultatet paraprake. Për dallim nga Kurti, Bedri Hamza nga PDK-ja ka siguruar gjithsej 24.277 vota, ku nga rinumërimi atij janë shtuar 59 vota më shumë. Edhe Lumira Digjiku nga LDK-ja ka pasur një rritje prej 5 votash më shumë nga rinumërimi, ai ka siguruar gjithsej 11.650 vota. Ndërkaq, humbje të votash nga procesi i rinumërimit ka pësuar Ramush Haradinaj nga AK, ai ka 14 vota më pak, ndërsa në total numri i votave është 4.993. Procesi i rinumërimit po vazhdon edhe për kandidatë të tjerë dhe subjekte politike, ndërsa rezultatet përfundimtare pritet të certifikohen pas përmbylljes së të gjithë procedurave ligjore.